إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hamdi dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje, udhëzim, furnizim, shërim kërkojmë. Ka udhëzon Allahu subhanahu wa taala, nuk ka kush e humb dhe ka humb nga nuk e drejt, nuk ka kush e udhëzon posti subhanahu wa taala. Padyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërgojmë përshëndetjet tona, salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë me të mira deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Prej mirësive begative të panumërta të shumta që Allahu na e mundëson që të përjetojmë, është që edhe një ditë nga jeta jonë Allahu na e mundëson që ta bëjmë edhe një sejdë më shumë, që t'i bëjmë edhe disa hapa më shumë. Për ku? Për tek Allahu subhanahu wa taala, për tek përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Pasi në çdo hap tonin që e bëjmë, në çdo ndëje tonën që e bëjmë, një ditë prej ditëve do të jetë dëshmi ose për ne ose kundër nesh. E na lutim Allahun subhanahu wa taala që këto mezhliset që ndajmë kohë nga jeta jon, nga koha jon, këto minutat që harxojmë duke ndëgjuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala, që ti gjejmë me shpresë tek peshorja e veprave të mira, në atë ditë ku nuk na bën dobi as pasuria, as familja, vetëm se besimi i pastër në Allahun dhe veprat e mira. Tema e sotit me të cilën do të mundohemi që të këshillojmë, unë që flas dhe jo që ndëgjoni vëllezër të nderuar, është se si na të jetojmë një jetë, cilin model të jetës sonë e marrim na në jetën tonë përditshme. Pra, cilën shembulli jon na në jetën tonë të përditshme. Pasi na çdo herë mendojmë ta kemi dikën që na e marrim shembull. Pas fëmia e merr shembull prindën e vet. Apo nëse ja lëshon televizorin, çka merr shembull? Filan sportisti, filan aktori, filan muzikanti e kështu me radhë. Ja që na sot do të flasim muslimani kanë duhet ta merr shembull në jetën e tij të përditshme. Por për ku bëhet fjalë? Vetëm në namazin e tij? Jo. Bëhet fjalë në çdo aspekt jetës së tij. Në namazin e tij, në shtëpinë e tij, në gëzimin e tij, në pikëllimin e tij, në darsmën e tij, në çdo aspekt jetës së tij. Në punën e tij, në sprovë kur sprovon Allahu, po në gëzim kur gëzohesh nga ana Allahut, pra si ti prej kujt duhet të marrësh shembull se si të gëzohesh. Pasi na lehtë kemi të themi musliman, por ja që për fat të keq ata që thonë musliman, sa na prej nesh muslimanëve i pasojmë hapat e pejgamberëve alayhimus salam. Sa ne prej nesh i pasojmë hapat e pejgamberëve në thirrjen e Allahut, në sprovën që na godhet Allahu, apo ndonjë ndodhi nga jeta jonë e përditshme. Pra, me lejnë Allahut subhanahu wa taala, do të mundohemi në pika të shkurta të cekim disa raste nga disa pejgamber në disa situata të ndryshme, me qëllim që na të marrim sim dhe këta të marrim si shembull në jetën tonë, që një ditë për ditëve të jemi, domethënë prej atyve na Allahu na shpërblej, edhe të jetë pasqyra jonë në ditën e Kiametit prej atyre veprave që do t'i bëjmë, të jemi krenar. Tjerë krenar ti më spa, ti së pari që do t'i bësh të vepra, por ja që edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam të jetë krenar me ty, edhe gjithë pejgamberët kur do të krenohen në momentet e tij, e këtë rast ti do të krenohesh me veprat e tua, pasi që në atë ditë nuk ka vepra të tjetërkujt
ti nuk kime pas kohë sikur sot për fat e keq në mezhliset tona shumë herë na i përlyjm mezhliset tona me çka? Me gibet, me nemime, që do thot me përgojim, me çka? Me mbajtjen e fjalëve, me prishjen e familjarëve, me prishjen e shokëve, kolegëve. Këto mezhliset nuk duhet i përlyjm. E pasi që në atë ditën e Kiametit nuk kime pas kohë për gibet, nuk kime pas kohë për nemime. Pse? Kime pas gajlen e veprave tua. Do të shikojsh në gjaftë dhe në shmajt, çka thot Allahu? Iqra kitabek. Leze librin tënë. Kafa bi nafsika hasiba. Dhe kjo është mjaftueshëm për ty çka ke marrë ditën e Kiametit. E prandaj mos na vjen koha ditën e Kiametit ta lexojmë librin ton e Allahu na ruajt ai libër të jetë i mbushur me gjunahet tona. Allahu na falt e na përmirësoft. Allahu subhanahu wa taala, si tham edhe pejgamberët si i ka dërguar në Kur'an, çka qëllimi i pejgamberëve? Qëllimi i pejgamberëve është na më mësoj historitë e tyre, por thjesht më ndëgju edhe kaq, jo. Me përfitu nga historia e tyre, nga ndonjë ndodhi që u ka ndodhur atyre në jetën e përditshme, që na të marrim örnek. E për atë Allahu subhanahu wa taala tha: "Ulaika alladhina hadahumullah." Këto janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar, dhe prej këtyre pasojeni, domethënë udhëzimin atyre pasojeni. Edhe një ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Dhe tha Allahu subhanahu wa taala, dhe ju e kishit shembullin më të mirë, shembullin e pejgamberit alayhis salam, dhe mjafton ai i cili e ka për qëllim ta takon Allahun, ai i cili e ka për qëllim që një ditë del faqe bardhë tek Allahu, atë le të pason udhëzimet dhe porositë e pejgamberëve alayhis salatu wassalam. Duke u nis me pejgamberin e parë, thirrja e parë në Islam ishte Nuh alayhis salam. Na në jetën e përditshme Allah ta ka mundësuar me fal namaz. Allah ta ka mundësuar me kuptu një haram që ndoshta më herët e ke bën. Ja që tash i kuptu haram që nga nuk dur me bën. Mirë. Tash pasi e kuptove se që nga haram, si na të thërasin ndonjë prej atyre që ende vazhdon atë haram. Na e kemi shembull më të mirë Nuhun alayhis salam, pasi që pejgamberët si tham, qëllimi i tyre që ka me i thënë njerëzit në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit pastër, me largu nga devijimet e kota, besimet e kota, nga shirku, nga kufri, por njëjtën kohë edhe nga moralet e liga, Edhe në këtë rast Nuhi alayhis salam. Nuh alayhis salam thirrri sa Allahu thot në Kur'an, alf sana illa 50. Më thon 1000 vjet pa 50. Domethënë 950 vjet. Thirrje në Islam. Mirë, Nuhu alayhis salam, a pa drejt mu nervozu? A pa drejt me u thonë me kaq e lash? A pa drejt? Jo. Megjithatë nuk u dorëzua asnjëherë. Da'utu qaumi laylan wa nahara. Fa Allahu subhanahu wa taala brengën e Nuhit alayhis salam e thira popullin tem gjatë ditës. Thënë dietarët, Nuhi alayhis salam e ka thirrë një popullin e vet në besimin e pastër, në moralet e pastërta, çka gjatë ditës. Sa bike me flet gjatë natës, edhe i dilke gjumi thonte, se di të dal para Allahu subhanahu wa taala, unë kurse filani, fiseki, familjari jem është në haram, është në besimin e prisht, është në kufër, është në shirk, e kështu me radhë. Dhe Allah e përmendje tha, atëherë Nuhi alayhis salam u zgju nga gjumi dhe e thirrë edhe natën popullin e vet. Mirë, çka ne me kuptuan edhe nga kjo histori e shkurt. Pasi që na do të zekim vetëm disa pika të shkurta nga historitë e pejgamberëve. Çka? Qëllimi që ti mos flesh rahat nëse një familjar i yt është në besimet e prishta. Mos flesh ti rahat nëse një vllau yt apo një familjar i yt apo një shok i yt, Allahu na ruajt, edhe prindi yt në këtë rast, mos flesh rahat edhe me thon, unë për vetë jam i pastër, unë për vetë jam i pshtum, për tjerë s'më intereson, jo vallahi. Nuk je besimtar i sinqert nëse nuk ja don të mirën atij familjarit tan, sikur që ja don vetes. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i till kur një prej jehudëve vdeq, por vdeq në Islam, edhe ishte para vdekjes. Se ka thënë pejgamberi Islam që do të vdes, por ja që shkoi e vizitoi, thuhet në historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe e trokiti jehudin të dera, tha, a prit misafir, hajde bërën, e kanë respektu, edhe ai djali ishte pak si smur, edhe i thot pejgamberi sallam, thot, ja gulem, o
Djalosh thuaj shahadetin. Edhe normale fëmia i vet, prindin e ka aty prezant, e kishin një thot mos po friksohet se po e dëmton pas e prindi, po i mshon. Tha atë Al-Belkasim, tha respektoj babën e Kasimit, pasi pejgamberi ka pas një djalë që është quajt Kasim, tha respektoj babën e Kasimit, edhe e tha shahadetin e djalë, edhe dul prej ai dere pejgamberi Islam duke shku te shtëpia vet, erdh lajmi se ka ndru jetë filan djali, filan personi i cili ke pak para çasteve, domethënë nuk ke musliman, por ja që vdiq musliman me shahadetin. Shikojeni, u gëzu pejgamberi Islam. Edhe kjo është derta jem. Edhe kjo do të jetë derti jon ti që fal namaz. Këto ligjërata kur i flasim na, nuk i flasim për ato që falin namaz. Mas pari flasim për veten tonë që flas tu i pari, edhe juve që ndëgjoni, edhe ti që thue, unë valla 5 vakte i fali. Po ti që i fal 5 vakte, edhe ti që e din Kur'anin, edhe ti që e shpjegon fjalën e Allahut, edhe ti që i thini në Islam, ti duhesh me pas dertin e atyve që nuk janë në Islam. Normal, me sa mujnë me të kuptu, me sa mujnë me të pranu, ti nuk duhesh mu bo i ashpër. Allahu subhanahu wa ta'ala i tha pejgamberit alayhis salam, ti mos u malakos për ato nëse bëjnë kufër e shirk. Ola yahzunka qawluhum, dhe mos brengos fjala atyve se normal e kanë akuzuar pejgamberin se ti je sihirbaz, sikur neve edhe sot na thënë. Nëse diçka ti ja ky prish terezin me 5 vakte, ato që s'din çka janë 5 vaktet, ti minjer ta ngjesin jo sihirbaz, se të na sihirbaz nuk thojnë por ka lujt pak. Por elhamdulillah shumë lehtë është me ditë kush ka lujt. Por ti nuk duhesh më brengos për të thënë ti ka lujt. Ti duhesh me ditë kush je. Por ti brengën duhesh me pasi edhe ai që thotë ke lujt ti përmendve, thuaj ai se një gjë edhe ti inshallah lun siguron. Që do të thotë mos flenj pa namaz, mos flenj pa u bë tauba, pa u kthyer tek Allah subhanahu wa taala. Pra kjo ishte porosia e parë nga Nuh alayhis salam, mos dëshpërohemi në thirrjen e Allahut subhanahu wa taala. Mos të dëshpërohet dikush prej nesh, sa herë i kam thirrë be. 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 10 muaj. Jo, asnjëherë mos u dëshpëro. Por sa herë thirrjen në fenë Allahut, ato që të mundësohet normal me din, që i me argumente, por jo me vrazhdësi, jo me dhunë, jo ta marrësh ti tash një armë me veti edhe në spallë se të vrajta. Jo, nuk është për qëllim këtu. Është për qëllim thirr me ditori, thirr me urtësi, thirr me urtësinë tënde, thuaj o vllav jem, o baba jem, o motra jeme, o nana jeme, e kështu me radh, o shoku jem që e kin shkollë aty apo që e kin punë atje, thuaj ta do të mirën. Pashallah ta do të mirën. Falë namazin se namazi nuk më bën dobi mu, ti të bën dobi. Edhe ti që më andit për nder mua këtë që të po them ti jam. Se ditën e kiametit, secili do të jetë armiq i njëri tjetrit. Përveç kujna illa al-muttaqin. Përveç atyve të sinqertëve. Allahu thot në Kur'an, shokët e ngushtë në këtë dunjë, çdo kush prej nesh ka një shok i ngushtë. E ky shok i ngushtë, nëse nuk ka thirr në adhurim në Allahut, nëse nuk ka thirr namaz, nëse nuk ka thirr pendim, nëse nuk ka thirr largu haramat, çka do të jetë armiku yt, përveç kujna, përveç atij ai shok apo ai vllai i cili ta ka tërheq vërejtjen nga harami apo nga nga rruga e shtrembur. Pastaj vazhdo me një porosi tjetër, me një histori tjetër, historia e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pasi që secili pejgamber ka historinë vetin. Na tash edhe një ligjërat ndoshta nuk mjafton për çdo pejgamber, por na do të mundohemi diçka ndonjë ndodhi nga çdo pejgamber që në jetën e përditshme neve na duan këto. Ne kena nevojë për këto vitamina, kena nevojë për këto barna. Pasi secili në shtëpi tonën ka lloj të ndryshme barnave. Por për fat keq pak kemi shtëpiat tona barnat e imanit, barnat e sprovave, barnat e domethënë shpresës, barnat me thon kallale veç pak se nëse më thënë ketë ke lut ti, unë s'kam lut, jam njeri më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Se shumë herë njeri dëshpërohet kur njerëzit e akuzojnë. Ti s'vjen ndarse me muzika. Ti s'vjen ku ka burra e gra me një vend. Ti s'ju fol për dorë grave të huaja. E kështu me radhë, këto janë akuza trona atë me shikuar tash emocionalisht, se cili prej nesh ka drejt mu prek me thon kallale po unë mu mbanan me ndër me thon si me komin dialekt. Jo, përkundrazi. Ti duhesh të qëndrosh në atë që Allahu është i kënaqur me ti. E ku ti ke këto banat me veti që është për qëllim banat e pejgamberëve që kanë qëndruar në fenë e Allahut, që do të kesh shumë më lehtë që ti rumfosh këto akuza që elhamdulillah tek besimtari nuk kanë vend në zemrën e besimtarit. Ibrahimi alayhis salam, një prej shembulltyrave që na e tregon Allahu në Kur'an, çka është? Është ai i cili
ishte prej në renin e tij, ishte adhurues i pastër i Allahut subhanahu wa taala. Nuk ishte i pëlim në besimet e kota. Megjithatë, edhe ishte një prej atyre që u mbështente shumë në Allahun subhanahu wa taala. Megjithatë, ishte edhe ai i cili ia thonte drejt për drejt, në sy për sy, i thekë zullumçarit, ti je zullumçar, e ti e kështu, por normal me urtësitë e tij. Një prej rasteve, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, baba i vet, kur e mor vesh që Ibrahimi alayhi salam po flet diçka që nuk është e parapame në vendin ton, në kohën ton. Edhe nismi i fol, baba i vet, Ibrahimit alayhi salam, i thot, o Biriam, thot, ti me këto vepra që po i bën, ti diçka nuk e në rregull. Ti duhet me çum psihiatër dikun me fjalët tona tash, pak pa e lidhi. E ditë të na sot, kur të një vlla, një motër, edhe ti praktikon udhën të Allahut, çka i thënë? Prindi nësa në gjahil. Allah i lëzo prindët tonë që janë gjahila. Edhe çka i thënë? Ti desh me shku në psihiatër. Pse? Ke lujt diçka, për ke problem diçka. Allah na ruaj. Edhe Ibrahimi alayhis salam, baba Ibrahimi alayhis salam, e pasi djali i vet diçka nuk ka në rregull. Tha, o Ibrahim, ti diçka nuk e në rregull, me këto muhabete që po i bën, i ti nxjerr vetë të lashe. Në më thonë vetë ti nxjerr të lashe. Ose qetësohu, ose largon nga këto që muhabete që po i flet me thirr, do të thonë me adhuru Allahun, me largu putat e kështu me radhë, ose do të përzojmë nga menjet. Do të përzojmë. Kush i thot? Baba i vet. Po mirë, Ibrahimi alayhis salam, çka tha? Do të vrasëm ti? Kemi apo që kam të bëjmë veç dil piderës? Ja. Ja e beti. O baba jem. Unë ta do të mirën ti. O baba jem. 3 herë thot. O baba jem. Unë nuk du me konë ti në xhehenem. Unë nuk du me konë ti shoki shejtanit. Unë du t'jesh ti, do të thonë, robi Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë, Allahu ka dashur, ashtu që nuk e pranon. Edhe e refuzojnë, edhe çka e përzojnë prej, do të thonë, prej vendit vet. Prej Palestinës, është, do të thonë, Ibrahim alayhis ka po hijret prej Egjiptit në Palestinë kështu më radh, edhe e përzojnë. Por ja që Ibrahim alayhis salam, çka është për qëllim këtu, jo është lërë do ta pranojnë ti thirrjen tënde, por ti sjellë mirë, sikur si në sjell Ibrahim alayhis salam me babën e vet, edhe çdo njeri që nuk ta pranon ti adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, çka? Okej, selamun aleikum. Unë e do ta lusë Allahun që ty të falë Allahu. Ama unë, sa problem, për zem. Çka është puna ime që duhet me e bon si musliman, kurse ti e ki punën tënde që e respekton apo i shkon në papave të shejtanit. Po çka inni muhajirun ila rabbi sahdin. Çka neve na kovenon, na duhet kjo shumë neve. Unë tha bëj hijret tek Allahu subhanahu wa taala. Sa bëjmë na hijret nga ajet tona. Sa bëjmë na hijret në sprovat tona. Sa bëjmë na hijret kur na stangojnë ti fjalën gruaja, shoqja, këtë rast fëmia, këtë rast prindi, këtë rast ai kolegu, këtë rast xhamati, kur xhamat bamaki me vitet e tëra të më thonë hoxha i thirr në davet, në falje namazit e kështu me radh, ka që prap kanë pikpyetje. Si duhet veprojmë na? Ja, Ibrahim alayhis salam tha, unë po bëj hijret, po thoj drejt Allahut se ai më udhëzon mua. Edhe ndroj venin, edhe kështu që është histori tjetër kur shkon tek Nemrudi e histori tjetër. Po çka na përfitojmë për këtij rasti, përfitojmë se na duhet jemi të sjellshëm në thirrjen e njerëzve. Na duhet të kemi edukat, edhe nëse nuk të ngojnë. Edhe nëse të thonë fjalë, ndoshta që ti nuk e meriton atë fjalë, por ja që ti e ke shembulltir e ke Nuhun alayhis salam, e ke shembulltir Ibrahimin alayhis salam, e ke një ashtu shembulltir edhe që do të arrijnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fund, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë në fund pak disa raste që të përfitojmë. Edhe kjo është rasti Ibrahimit alayhis salam, që na të mësojmë që kur të bëjmë davet, mos të dëshpërohemi, edhe të bëjmë urtësi, të bëjmë davet që të na dhimbet njeriu që është në dalalet. E jo që të kënaqesh, elhamdulillah, inshallah në xhenem. Jo, nuk ka qëllimi jon kjo. Qëllimi jon është inshallah në xhenet do na më të pa. O baba jam, o prindi jam, o shoku jam, o vëllavi jam, o i gruaja jeme, o i çika jeme, o i vajza jeme, o djali jam, e kështu me radhë. Ç'ka është qëllimi i davetit tonë me qenë? E kështu me radhë. Pastaj vazhdojmë me një histori nga historitë të ndryshme nga Ajubi alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala pasi jetën e përditshme na sprovoi me sprova të ndryshme. Kur sprovoi me gëzim, elhamdulillah, nuk ka shumë raste për gëzimit me shkon minus. Por ja që ka edhe minus njëri shkon bën mëkat, po na do flasim me një sprovë që është sprovë dëmtim i shëndetit. Ajubi alayhis salam.
Çfarë edukate pat Ejubi alayhis salam në provën e tij? Ejubi alayhis salam tha idh nada rabbahu inna masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dhe ja Rab, o Allah, i lut Ejubi alayhis salam, Allahu subhanahu pasi Ejubi alayhis salam ka pas fëmijë, ka pas shtëpi, ka pas pasuri. Allahu për provave që sprovoi Ejubin alayhis salam, ja humbi fëmijët, i vdeqën fëmijët, i shkoi pasuria, i mat vetëm edhe shërbëtorë ka pas, edhe shërbëtorët e lam, derisa erdhi momenti vetëm kë edhe gruaja e vet, bashkëshortja e vet. Megjithatë, çfarë sprove kishte Ejubi alayhis salam? Thuhet në tefsirat e ndryshme që kanë ardhur, por më i saktë që është më afër argumenteve, por nuk të më thonë që kundërshton edhe të tjerë, më e pakta që është provu Ejubi alayhis salam është 18 vjet. Më thonë 18 vjet ka qenë Ejubi alayhis salam i sprovum në trupin e tij, në shëndetin e tij. Por mirë, çfarë edukate pat Ejubi alayhis salam kur u sprovu? Çfarë edukate pat gruaja e vet, bashkëshortja e vet, besimtarja që e besonte Allahun? Allah na ruajt kur sprovohet bashkëshorti në këtë rast. Allah na ruajt motrat muslimane çka bëjnë me burrat e tyre. Kur sprovohen, do ta marrim shembull gruan e Ejubit alayhis salam. Bani sabër deri kur krejt e lan vetëm kjo i nejti besnike deri momentet e fundit jetës së tij. Saqë thuhet në tefsire ka ardhur që edhe gërshetat, ato flokt i ka coptu, ka pas atër mushit, mu bo diçka me fitu pare, edhe ka pastru edhe shtëpia në disa vende, kjo janë sprov. Jo që nuk do të thotë që pejgamberi sallallahu e ka sprovu Ejubin alayhis salam me nënçmu, jo. E ka sprovu Ejubin alayhis salam që na me marrë mësim nesër prej pejgamberëve alayhimus salam. Se ka njerëz të na, ndoshta jo 18 vjet, ndoshta 30 vjet është i smuraj. Ndoshta 50 vjet është i paralizuar. Kanë me marrë shembull ai. Do ta merr shembull do kanë? Po, do ta fshin televizor. Kush është provu? Që shuisë kanë edhe një. Jo. Na nuk kena nevojë me hirtë satelitin kush është provu, jo. Na e kena hartën tonë, na e kena pejgamberët i kena shembulltin më të mirë. E për ata, një prej atyve shembujve ishte Ejubi alayhis salam. Si boni sabër bashkëshortja e vet, se letesh me bo sabër ai që është i sprovum, por ma problem, ma sprovë është për atë i cili kujdeset për njerin e semur. E për ata tha Allahu, tha pejgamberi sallallahu në hadith kutsi, tha kush e viziton një robin tem. Pejgamberi në hadith thot, kush e viziton një robin tem, është i semur, që është i semur. Vetëm e vizitu, shkon e viziton ti. Keni që është i smund filani, familjari apo ja që në spital apo dikon, veç ki shku me vizitu çka 70.000 melekë bëjnë dua për ty. Për çka vetëm se e ke vizitu. Po çka thumë nëse kujdesesh ti për atë që është i smur. Çka thuti nëse ja paston teshet atij. E kështu më radh nëse ka nevoja më të lartë, domethënë edhe punë më shumë tek ai i smuri. Para mendojeni, çfarë vlerë që ka 70.000 veç me vizitu. Po çka që ka vlera atij i cili kujdeset 24 orë për atë personin e smur? Ja, pra kjo neve na mëson që me bu durim në provat e Allahut, për cilin flitet kjo? Për atë ai i cili është shëndosh, por ja që i ka rënë hise me pas një njerëz të semur në shtëpinë e tij. E tash kthehemi te njeriu i semur. Çfarë me bëj sabër njeriu i semur? Ejubi alayhis salam u sprovu thënë dietar, saqë edhe trupi zoti vere era. Era, domethënë që një erë s'mund të më nduru askush. Deri te dera i abishin ushqimin edhe u largoshin, se erë diçka s'u më marr. Por kjo ishte vetëm një sprov për Ejubin alayhis salam, se ai kujt më i drejtue. Ai cilit do t'i drejtohet në sprovën e tij. Edhe kjo neve na jep me kuptues se në çdo smundjen tonën, në çdo sprovën tonë që goditemi vëllezër, duhet ta dim se ai që të ka sprovu është Allahu dhe ai që të shëron është Allahu subhanahu wa taala. Edhe për ata Ibrahim alayhis salam që na e kalum Ibrahimin, por na e cekëm se do të cekim vetëm diçka nga historitë e pejgamberëve, por po e shtim këtë Ibrahim alayhis salam çka tha? Wa idha maritu fa huwa yashfin. Ai më shëron. Kush? Allahu subhanahu wa taala. Pasi që njeriu në jetën e përditshme me semurët. Na nuk themi që mos marr mjekimin. Mjekimi është obligim me shku te doktori që është në ato mënyrat që janë halal, por është për qëllim me bërë durim. Mos me fol fjalë të kufrit, fjalë të jotpëlqimit, fjalë ankese, me thonë si për shembull të na xhahilit ignoranca është ku më gjeti mua Allahu subhanahu wa taala. As pat njerëz tjerë po mbashtë unë erdha. E ndëgjëm në këtë fjalë për njerëzve që janë ignoranta. Jo, kjo fjalë është e gjehlit, kjo fjalë e shejtanit që nuk don ti me qenë për aty me që Allahu me problem. Por besimtari çka thot? Allahu në Kur'an na tregon: "Wa la nabluunakum bi shay'in min al-khayr min al-ju'i wal naqs min al-amwal wal anfus wath thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu
inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Çka kur të provohen besimtarët në çdo moment të provës, në shëndetin e tij, në pasurinë e tij, në tokat pjellore. E kështu me radhë, çka ato thënë ne jemi të Allahut. Çka themi? Gjithçka që e posedojmë, shëndetin, pasurinë, fëmijën, gjithçka është e Allahut. Wa ilaihi raji'un, dhe tek Allahu do të kthehen gjithë këta. Nëse Allah ta ka marrë shëndetin, ai shëndet ishte nga Allahu, dhe Allahu të provoj. Lutë Allahun se Allahu të çron. E kështu të më thonë, ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Dhe kjo është një begati e madhe për atë i cili bën sabër në provën që ka godit çka, edhe për këtë Allahu thot na do t'i shpëblejmë me një rahmet, me një mëshirë, me një begati të madhe nga ana e Allahut, dhe këto janë ato të cilët janë të udhëzuar. Pra Ejubi alayhis salam na mëson kjo histori e Ejubit alayhis salam me pika të shkurta se na duhet se çdo herë të mbështetemi Allahut subhanahu wa taala. Pas gjithë atyre viteve që ishte i sprovuar Ejubi alayhis salam, Allahu i tha mshoj tokës me këmbën tënde, edhe erdh shërimi i tij me mënyra të ndryshme, me ujin që dol prej tokës, edhe kështu më radh ajo historinë vetë është që pastaj kur erdh bashkëshortja e vet, çka mendoi se ka një person tjetër tek shtëpia në krye të vendit, i tha kush je ti, po më përngan sikur njëri që është i smur këtu, por kush ka ai? Ejubi alayhis salam thotë unë jam bashkëshortet për Allahun. Wa idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Dhe për Allahun është shumë lehtë kur ti thot një senit, një gjajës bëhu dhe ai bëhet. Kjo është besimi i besimtarit. Sado që je i semur, sado që je i sprovum, sado që je me telashe, thuaj inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gjithaj e pasurinë, gjithaj e sprov, gjithaj shëndet, që ndoshta ka mungesë shëndetit, ka mungesë mënyra të ndryshme të sprovave, çka Allahu ka dashur. Edhe kur don Allahu, Allahu më jep. E prandaj ti mbështetemi Allahut, sikur që u mbështet gjithë pejgamberët. Por në këtë rast Ejubi alayhis salam dhe ju drejtu Allahut, që tha idhnada rabbahu, dhe thiri Allahun, si e thiri Allahun me dua, me lutje. Ja Rab, më ka godit diçka një sëmundje. Jam sprovuar me diçka me një sëmundje, u anta arhamur rahimin, dhe ti je më i mëshirshëm mëshiruesve. Ti më thon, s'ka mëshirë më të madhe se sa mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Edhe nana nëse të mëshiron tyje, sado qoftë fëmia që nuk e ngon, nuk e ndëgjon, nuk e respekton prindin e vet, prapë e koni mëshirë nana për fëmin e vet. Por ja që Allahu po pejgamberi është edhe më i mëshirshëm Allahu subhanahu wa taala për robën e tij. Prandaj pse mos i kthehemi Allahut me pendim? Pse mos i kthehemi Allahut me lutje? Pse mos i mbështetemi Allahut atij e mos shkojmë elhamdulillah na që jemi të namazeve, na që jemi të xhamis, nuk shkojmë në ato dyrët e shirkut, e kufrit, si sihirbazëve, e xhinxhive, fallxhorëve, por ja që ka ende njerëz që thot zori për të çan. Jo, ti vëlla i nderuar dhe motër në Islam, nuk ban me shku në ato dyrët e haramit, nuk ban me shku në për dyrët e besimit prisht, se ato për me ta plotësuar çat dëshirë vetëm ta prishin imanin tan, edhe në fund shkon tek Allahu me besim të prisht. Allahu na ruajt, ku me ditë çka dalte për Allahut. Ndoshta gjithaj namazi yt, gjithë ajo sakrificë yt që i ke bërë tani jetën tënde me lexim Kuranit, me zeqat, me agjërim, e kështu me radhë, ndoshta çkojnë hoç tek Allahu, çkojnë pluhun bëhen te Allahu subhanahu taala për çka? Për çka këta ti çkurjes tek ai fallxhorja, xhinxhia si herbazi. Për ata pejgamberi çka tha? Tha vetëm ku shkon tek ai, vetëm ku shkon, nuk i beson, vetëm me shku tek ai. Çka bëhet? 40 ditë nuk i pranon namazin. Që do të thotë ti namazin e fal e ke obligim, nuk do të thotë që mos e fal namazin se vdolan benzinë. Jo. Është për qëllim ti e fal namazin e ke obligim, por është pikë pyetje atë pranon tek Allahu. Që në namaz nëse Allahu na pranon gjithë namazin neve. Allahu na pranon gjithë sejdët që i bëjmë. Por ja që në këtë moment po të jap një farë garancion, një farë vizje, sikur tash që është momentet e mora vizën ne. Po të jap një vizë pejgamberi alayhis salam thotë, ti nëse e ke bën jetë me shku te xhinxhia, si beson, po veç ta shoh, ti 40 ditë rrezikohet puna jote për namazin. Po çka thonë se e vallai të vërtetën e ka thonë. Çështu ishte. Ai po në të vërtetën e ka thonë. Çka thonë në këtë moment? Allahu na ruajt, tha pejgamberi ka bëu kufër në ato që është shpall pejgamberi alayhis salam. Pra kufër, Allahu na ruajt. Prandaj besimtari duhet të ketë shumë kujdes, as mendon me shkuna për dyrët aty mbe, as të ndëgjon ato tregimet aty mbe mohuzve. Pastaj vazhdojmë edhe një histori tjetër
që për historive të ndryshme si besimtari merr mësim nga historitë e pejgamberëve, është edhe historia e fundit që do t'i bimi pak më shkurt, pasi që shumë histori, çdo pejgamber si tham ka historinë veti, po na do mund vetëm diçka me shkoqit diçka me përfitu, edhe historia e pejgamberit alayhis salam në shumë dodhi tina, domethën, po ta do të flasim për ishte i but pejgamberi alayhis salatu wassalam. Fa bima rahmatin linta lahum. Allahu tha dhe ti me mëshirën që e kishe, i but që ishe usill që ma ata dhe ata ishin me ty. Po nëse ishi i ashpër, do të largoheshin ata nga ty. Ku ishin për qëllim? Sahabët. Sa po që hishin në Islam, normal veshin edhe e pyetën pejgamberin, ja Rasulullah, po kjo kështu, po çmë po kështu, edhe normal tash në këtë rast hoxha, kur vinë njerëzit e pyesin se tash mos mendojmë na se nisi dikush me fal namaz, është i kompletuar. As hoxha është i kompletuar e as xhamati është i kompletuar. Edhe kështu që na kur flasim tash diçka, edhe normal çdo herë lindin pyetje. Edhe në kohën e pejgamberit islam, sahabët kur kanë hyrë në islam, kanë pas nevojë me vetë, ja Rasulullah, çka është kjo, ç'është kjo, ç'është e fesë. Edhe Allahu na i shpjegoi thotë, edhe ti ishe i but me ata, i mëshirshëm me ata, edhe nuk ishe i ashpër se kishin hik nga ti. Ato që kishin pranë islamin. Kjo neve me kuptu se kur të thirrimi, kur ti tregojmë dikujt na, mos prit tash komplet. Unë e kompletova, ti e kuptove edhe më shele me ndrimë punën. Jo. Ndoshta ai vetë prap, e kështu që ishte i but. Është për qëllim me kon të but, me kon të mëshirshëm. Edhe për atë pejgamberi alayhis salam kur e çliroi Mekën, çlirues, kur hynin në Mekë, që kënë Medina dhe shkuën Mekë me bu hangjën edhe umrën, apo këtë rast e çlirues Mekë, çka me ndonin ato mushrikët se do të bënë pejgamberi islam? Çka tha? Shkoni, antum tulaqa. Shkoni ju se jeni të lirë. Ku ti tha mushrikëve? Ato që se besojnë ende se kanë besuar në islam, tha shkoni të lirë përveç disa personave që janë kanë ato futën sirën në islam, janë kanë 7 persona, disa gra, disa burra, por ja që shumica e tyre ka çfarë në islam, tha shkoni jeni të lirë, vetëm këtu s'keni drejtmenet. Në më thonë xhamin në Qabe që është për qëllim. Allah ja mundsoft atyre që s'kanë shku në Qabe, Allah ja mundsoft me shku në Qabe, e me kri haxhin dhe umrën, Allahu na mundsoft që këto që ka i folëm, që ka i ndëgjum, kënë argument për neve që folëm edhe juve që ndëgjum vëllezër të nderuar. E lutim Allahun subhanahu wa taala që për çdo minutë që harxhum duke ndëgjuar fjalën Allahut subhanahu wa taala, kënë argument për neve e kundër neve, që të gjejmë në peshorën e veprave të mira në atë që thamë që nuk na bëjnë dobi, vallai, edhe 100 fëmijë mi pas, edhe 1 milion fëmijë mi pas, edhe pasurinë e këtë dunjos me pas, përveç se besimi i pasur në Allahun dhe veprat e mira. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu çdo të samurtorin Allahu ta shëroj, çdo të vdekur muslimanëve Allahu t'i mëshiroj, mos t'i harrojmë në dorë tona ato të cilët kanë shkuar para nesh, se ato nuk kanë diçka, nëse nuk kanë lënë në xhiro llogari të hapur të tyre që është për qëllim sadakatul xherije, dituri, ndoshta dikush ka shku që nuk i ka lënë këto pika, këto kategori, domethënë nuk ka, na mos t'i harrim do tona që Allah t'i falet, t'i mëshiroj. Ka thonë për islam kush bën dua për çdo të vdekur muslimanëve, Allah i shkruan për çdo njërin prej tyre për ka një shpërblim. Prandaj të bëjmë dua për secilin që e njohmi edhe që nuk e njohmi. Normal që ato që i njohmi më shumë do të bëjmë dua për prindët në këtë rast nëse i kemi të vdekur. Por ato që i kemi gjallë, Allahu t'i udhëzon mos pare, nëse janë ende pak domethënë stabil në fenë Allah. Ato që janë të udhëzuar, Allahu t'i jashtoj udhëzimin, Allahu t'i jashtoj jetën të në punë të mira. Çdo të burgosur të muslimanëve pa peshëm Allahu ta liroj. Ku kemi gabu është nga tmetat tona, nga gjunahet tona. Ku kemi qelluar është nga begatit me rësit Allah subhanahu wa taala. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.